Pjesa më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian ofrojnë disa mënyra përkrajeje për blerjen e automjeteve elektrike. Megjithatë, ekzistojnë dallime të mëdha mes tyre në nivelin dhe formën e ndihmës financiare. Italia, Polonia dhe Greqia janë ndër vendet që ofrojnë mbështetjen më të madhe financiare për qytetarët që blejnë vetura elektrike në vitin 2025. Skemat e reja të subvencioneve synojnë të përshpejtojnë kalimin drejt automjeteve me emëtime zero, në përpjekje për të përmbushur objektivat klimatik të Bashkimit Evropian. Deri në vitin 2030, flota automjeteve të reja duhet të reduktojë emëtimet e dioksidit të karbonit me 55%. Italia ka njoftuar fillimin e një skeme të re subvencionimi që nis nga mesi tetorit të vitit 2025. Vendi ofron deri në 11.000 euro për individët, duke mbuluar deri në 30% të një çmimi të një makine të re elektrike. Kjo shumë varet nga të ardhurat e blerësit dhe zbatohet vetëm për automjetet me çmim deri në 42.700 euro. Italia ka një përqindje të ulët të shitjes së veturave të gjelbra, me vetëm 5.2% të tregut mes janarit dhe korrikut të vitit 2025, krahasuar me mesatarin e Bashkimit Evropian prej rreth 15%. Greqia dhe Polonia ofrojnë rreth 9.000 euro për individët që blejnë makina elektrike. Në Greqi, kjo shumë mund të shtohet edhe me 2.000 euro nëse dorëzohet një automjet i vjetër ndotës dhe me 1.000 euro nëse blerësi është më i ri se 29 vjeç. Gjithashtu, veturat plotësisht elektrike me bateri përjashtohen nga taksat e regjistrimit, dhe ato me emëtime të ulta janë të përjashtuara nga taksa e qarkullimit. Nga janari deri në korrik, pjesa e tregut për këto lloj automjetesh në Greqi ishte 5.3%. Ndërkohë, vendet nordike si Norvegjia dhe Danimarka, edhe pse nuk ofrojnë subvencione të drejtpërdrejta për blerje, kanë tregjet më të mëdha të automjeteve elektrike. Në Norvegji, këto makina përjashtohen nga TVSH-ja, tarifat e importit dhe taksat e regjistrimit. Ato gjithashtu përfitojnë nga taksa vjetore më e ulët, si dhe ulje në pagesat e autostradave dhe trageteve. Ndërsa në Danimark, personat që kanë vetura me emëtime zero paguajnë vetëm 40% të taksës së regjistrimit.